Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, o Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundëso vepra të mira, e sa të jemi gjallë. O Allah, na furnizo me furnizim pastër dhe halal. O Allah, na mëso atë që na bën dobi, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na shto diturinë edhe urtësinë. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit, atë ditë kur do të takojmë ty, o Zot, por që nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush vjen para teje me zemër të pastër dhe me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Atëherë po fillojmë me pyetjet inshallah taala, e nëse kanë nga vëllezërit ose motrat pyetje, kështu drejt për drejt mund të na i drejtojnë. Atëherë po fillojmë thotë në një nga pyetjet përgjigjet kur jeni pyetur për namazin sunet, nuk keni përmendur sunetet e ikindis dhe të yacis. Po është e vërtetë. Është bërë një pyetje për sunetet dhe un kam thënë sabahu 2, dreka 4 para 2 mbrapa, akshami 2 mbrapa, yacia 2 mbrapa edhe 3 vitër. Por se po ta shohësh pyetjen që është bërë, thotë jam në fillimet e faljes namazit. Dhe njëri që është në fillimet e faljes namazit dhe pyet për sunetet, orientohet tek ato që janë më të, si më thënë, më të fortat. Dhe 2 të sabahut, 6 të drekës, 2 të akshamit dhe 2 mas yacie janë sunetet forta, edhe vitre normalisht. Kështu që për këtë arsye është dhëna e përgjigje, ndërsa për sa i përket suneteve të ikindis, hadithi i 2 sunetet të ikindis është i diskutueshëm. Pra dikush e bën të saktë për dietarëve, hasen, dhe dikush thotë jo, nuk e arrin këtë grad. Plus që nuk ka ndonjë transmetim që pejgamberi sa sem ti ketë falë rregullisht sunetet të ikindis. S'ka ndonjë transmetim që ti ketë falë rregullisht. Po ka transmetim që ka thënë është mëshirë në Allahut ose mëshiroft Allahut një që i fal 4 para ikindije, po që ti e transmetuar nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është se ka ndonjë transmetim. Ndërsa për sa i përket suneteve të yacis nuk ka asnjë transmetim të saktë. Përveç transmetimit mes ezanit dhe ikametit ka 2 rekat namaz. Okej, po sunete yacie me këtë term ka një hadith po që është i dobët nga njëri prej sahabeve, që thot 4 para yacie, po është i dobët si hadith, pra nuk shkon në gradën as hasen, as në gradën sahih, kështu që sunetet e parë me yacis nuk ka për to argument. Po nëse dikush e bën, sepse kështu e ka me dhëbi i tij apo e tjerë, nuk ka problem, Allahu e shpërblet, po argument nuk ka për këtë punë. Në një nga pyetjet e përgjigjet kur keni folur për ditëlindjen keni thënë se nuk është në festat islame, kurse kur keni folur një herë në televizor keni thënë nuk është haram. Nuk ka përplasje mes 2 përgjigjeve. Nuk është nga festat islame, pra ne nuk e festojmë se nuk është fest nga festat islame, dhe nuk mund të them haram, pra me kuptimin se kur thosh për diçka haram, duhet të kesh argument të pastër dhe të qartë nga Kurani ose nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra më shumë mund të thush është për ngjasim ose futet tek le të themi sajesat se sa thosh haram. Pra thosh për diçka që është haram, duhet të kesh një argument shumë të qartë, shumë pastër, shumë të kthjellët, që thosh haram edhe nuk është puna. Pastaj gjëja tjetër, kur ne flasim le të themi me masa të cilët nuk kanë lidhje me Islamin, jemi shumë më të kujdesshëm se sa kur flasim me xhamatin e xhamisë. Sepse xhamati i xhamisë është shumë më i ditur, shumë më i njohur rreth argumentave të fesë, ndërkohë që pjesa jashtë e popullsisë nuk është se i kap termat e i din gjërat dhe mund bëhen sebeb këto le të themi këto gjëra që dikush të krijojë një le të themi largim nga Islami, ndërkohë që ka gjëra shumë më të rëndësishme që duhet dinë masat dhe populli, që është tauhidi, shirku, pra njëshmëria e Zotit, idhujtaria, besimi, mosbesimi, bota tjetër, besimi në botën tjetër, ringjallja, falja e namazit dhe tjerë se sa të mësojnë këtë ligj të Islamit, sepse elhamdulillah Zoti më dhe më ka mësuar nëpërmjet fesë që i zbriti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se e merr në konsiderat për shkallëzimin e informacionit tek njerëzit të cilët nuk kanë
informacion mbi fen dhe besimin. Pra nuk, si thot populli, nuk i bihet në spat muhabeteve, pra merren në konsiderat edhe njerëzit që ke përpara. A është haram që t'i thrasim prindrit e burrit babë dhe nën, sepse kam dëgjuar nga dikush që thotë është haram, se ky personi që thotë pra këto, që ka thënë është haram, është një që fal namaz. E para tek këta njerëz që falin namaz dhe flasin, ky është një shembull i qartë që njerëzit të marrin për referencë. Është njëri thotë që fal namaz dhe thotë s'bën me i thonë prindërve të burrit babë dhe nën. Pra ky person e ka marrë në konsiderat këtë se ky fal namaz, domethënë ky që fal namaz nuk flet pa dije. Dhe kjo neve na ngarkon si musliman që falim namaz na ngarkon me përgjegjësi. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib." Mos thoni me gjuhët tuaja kjo është halal dhe kjo është haram duke shpif në emër të Zotit, duke saju. Pra njeriu kur thot për diçka se është halal apo haram, jo po si ka thonë haram, ka thonë nuk lejohet, po fjala nuk lejohet, do thotë i ke thënë haram. Tani ku është e keqja që njusja ti thot vjerrit bab dhe ti thot vjerrës nën. Ku është problemi? Ku e ka gjetë problemin ky njeri që thot a nuk i thuti njeriu të moshuar në autobus, o babe hajde ulu këtu? Kur një gru plak e vjetër me zinë gjithat të bosë, i thot non, kape dorën time edhe e merren gjithat nonën, nuk është nona jote? Fjala bab dhe non thuhet në kuptimin e drejt për drejt, të lidhjes zgjagut, po thuhet në kuptimin e nderimit dhe të vlerësimit dhe të respektit në një person. Ne po i themi njerëz që nuk i njohin, babe, hajde këtu, për shembull. Ose o non, hajde këtu, që se kemi asgjë. Jo mo nona e burrit edhe baba e burrit. Këtu nuk është punë se po i thret babe po mohon babën e vet, apo po i thret non e po mohon nonën e vet, thjesht respekt. Çfarë të thrasin emër? O bukurie. O zylo. Ti thrasin emër. Po si ti thrasi për shemb? Ky robi që thotë është haram me i thirr babë dhe non, si propozon ti thrasi? Ai mund ta ketë emrin Haxhi Kadri. O Haxhi Kadri. I duhet nusën si gjysore me e thon derisa dalin në fund të emrit, për shembull. Kështu që ta njerëz që duhet me i rregullu. Po kush i rregulloj? Si duhet falemi nëse e kap namazin e drekës dhe pastaj nisemi në udhtim dhe futet namazi i kindis? Si duhet falemi nëse e kap namazin e drekës dhe pastaj nisemi në udhtim dhe futet namazi i kindis? Por derisa të rrijmë në destinacion futet akşami. Falë rrugës 2 rekat. Falë rrugës 2 rekat. Ku është problemi? Ku është problemi këtu? Vjera më vdiq të hënën e varrosëm të martën. A ka ndonjë domethënie sepse dëgjova që është keq kur dikush vdes të hënën. Ej Zoti më, alhamdulillah. Po kur të vdesin për shembull? Me leje, kur të vdesin? Po pse njeriu e ka në dorë se kur vdes? O ju shplaft e mira, ju shplaft ju, o Zoti më. Ju mort e mira. Shkeq thot kur vdes për tonë. Po pse unë kam dorë kur vdes? Ej Zoti më. Këta nuk ka kush e arresto pashallah për Zotin më. Sa ashtu. Cili është gjykimi i Islamit për retreat? R-E-T-R-E-A-T. Cili zot? Këto që morën bashkë nga anglishtja. Retreat. Atë për rregullon vet. Retreat, cili është gjykimi për retreat, unë pa lexoj kështu. Ç'është është kjo retreat? Hajde ta shohim. Punon burri në një punë me pagesë shumë të mirë, fal namaz. Okej? Dhe dalin për konferenca, takime pune edhe jashtë shtetit. Tani ka dalë një metodë e re që quhet retreat, pra dalin bashkë femrat dhe meshkujt e kompanisë dhe rrinë disa ditë me pushime dhe në konferencë.
Kur I them burrit që kjo gjë nuk lejohet, më thot po e çon punën drejt ndarjes. Se di vallahi, Allahu ala. Nuk e di. Nuk e di se mund të jetë kjo punë dhe sa e domosdoshme është për punën dhe sa është obligative dhe se si organizohen këto gjërat atje, e rëndësishme përderisa janë gjithë kolektivi, unë mendoj se nuk duhet të tregohemi shumë intolerant. Pra përderisa është gjithë kolektivi, po nuk është puna se po shkon burri jot me një kolege edhe po zhduken për disa ditë, edhe pastaj kur të vinë këtej. Po ikën gjithë kolektivi. Tani, është normale që femrat ketë xhelozi në situata të tilla. Sepse burri ti është I sigurt se po të ishte gruaja e tij, që do të ikte me kolektivin për disa ditë, kur nuk do ta lejte për shembull. Ndërkohë që kjo normalisht ka xhelozi. Dhe është normale në një situatë të tillë, retreat, në këtë formën e retreatit ose retreatit, të ketë xhelozi është normale. Është normale që të ketë xhelozi. Unë mendoj që kjo nuk duhet të jetë. Përveç se nëse s'ka zgjedhje tjetër dhe ja obligon kompania për shembull, është çështje tjetër, nëse e obligon kompania dhe s'ka zgjedhje tjetër, ama nëse është fakultative, me dëshirë nuk bën. Nëse është fakultative me dëshirë nuk bën. Nëse është obligative, pastaj që gjithë kompania ikën, atëherë Allahu nuk e ngarkon njeriu te I mundësive të tij. Ai falet xhenaza fëmijës që vdes pasi ka lindur I gjallë dhe ka jetuar disa orë dhe pastaj ka ndruar jetë. Patjetër që po. Ne themi edhe nëse fëmia, domethënë pson abort natyror, natyrshëm, pra jo të imponuar nga njerëzit. Po pson abort mbi 4 muaj e lartë I falet xhenazja, I lahet xhenazja, I qefinoset xhenazja, I vihet emri, I falet xhenazja, varroset si njeri. Edhe bëhen për të kurbanët e akikas, sikur me qenë njeri I madh. 4 muaj e lartë. Gjithmonë në abortet të cilat janë aborte nga Zoti, jo abortet e bëra nga njeriu. Abortet e bëra nga njeriu janë haram dhe gjuna, përveç se ka arsye madhore që dëmtohet shëndeti I nënës apo rrezikohet jeta e nënës. Atëherë pastaj është gjë tjetër. Po edhe në këtë rastin e dytë, pavarësisht se veprimi është haram, lahet, qefinoset, I falet xhenazja, I vihet emri, bëhen për të kurbanët e akikas, si njeriu të madh. Kështu që rasti I pyetjes, po. Kur falemi vetëm në shtëpi, duaja e kunutit bëhet pas rukus apo mbas rukus? Para rukus apo mbas rukus? Duaja e kunutit ka hapësirë, mund të bëhet para rukuje, mund të bëhet mbas rukuje. Ka hapësirë, ka tolerancë. Unë mendoj se më e sakta, duaja e kunutit në namazet nafile ose sunet ose në vitër bëhet para rukuje. Ndërsa në namazet farz, kur ka një fatkeqësi apo gjendje të vështirë për muslimanët, bëhet mbas rukus. Në nafilen, sunet edhe në vitër, para rukus, pra knohet kulu vallahu, knohet el-Fatihaja dhe kulu vallahu, dhe pastaj bëhet duaja e kunutit, pastaj shkohet në ruku. Ndërsa në farz, bijet në ruku, kur çohesh nga rukuja, bëhet duaja. Nëse duhet falësh namazin farz, por s'kam xhami afër, ezani dëgohet. A do ta thrasin fëmijët në shtëpi vetë ezanin dhe ikametin? Po, patjetër. Duhet ta thrasin. Ezani duhet thirrur në shtëpi. Dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes mund ta bësh edhe pas kohës së tyre, po pa e bërë tradit. Pra dhikri I mëngjesit kur bëhet mbas sabahut deri në lindjen e diellit. Dhikri I mbrëmjes kur bëhet mbas I këndije deri në perëndim diellit. Nëse ndonjëherë njeriu angazhohet, ai zën gjumë, ja angazhime, mund ta bëjë edhe mbas kohës, nuk ka problem. A mund të bëjmë dhikr me dhikr matës apo vetëm me gishta? Nuk ka asnjë problemi, ka tolerancë. Gjykimi I Islamit mbi
dhikr matsin është si gjykimi i Islamit për tespit. Përderisa themi që tespit lejohen, në mendimin më të saktë të dietarëve lejohen, atëherë dhe dhikr matsi në mendimin më të saktë të dietarëve lejohet. Sa herë që e përfundoj hatmen e Kur'anit, pra sa herë që e mbyll Kur'anin nga kapak lexim, bëj lutje me fjalët e mia, pasi nuk e di lutjen e hatmes. A është në rregull? Është në rregull. Nuk ekziston në Islam diçka që quhet duaja e hatmes. Çfarë do njeriu lutet bën dua. Është transmetuar nga sahabët se kur e mbaronin Kur'anin, së lexuar nga fillimi deri në fund, mbledhin njerëzit e tyre të afërm, të dashur, të familjes dhe bënin dua, dhe të tjerë thoshin amin. Kur u martua një kushëriri im, jam shokuar sepse nëna dhe tezet e tij urdhërua njërin nga motrat që t'ia prisnin qimet e auretit dhe i mshtollën në një letër dhe ja futën në xhep. Në mënyrë që të parandalohen syshi. Dhe këtë vazhdojnë ta bëjnë edhe me kushërinjtë e tjerë të fisit. Tha, Zoti i falt, Allahu i zoft, ka ardhur pyetja se thjesht për ta ditë që ka ardhur pyetja. Edhe unë i kam thonë këtij që më ka bërë pyetjen vetëm kaq, çfarë bëhet me fjalë. Kuptonte çfarë bëhet, e kuptuat ju? A e kuptuat çka ka ndodhur? Ditën e dasmës kanë shku motrat edhe i kanë prerë lesht vllajit të auretit, jo të sqetllës ose të kokës. E kanë marrë, ja kanë futur në letër, kur ka dalë vllai me kërcy, me nusën, tak e kanë rasën në xhep që mos ta zejmë syshi. Këta nuk ka polici në botë që arreston pasha Allahun, si që kanë shumë, i bjerë me arrestu gjysmën e fisit, tezet, nonat edhe motrat. Ej, Zotë, alhamdulillah. Që mos ta zojnë, ej, Zotë. Mirë që se kanë lyrë me jashtëqitje dhëndre, që mos t'i largohet, mos ta kapim syshi. Ej, Zotë i madh, alhamdulillah. S'ka, nuk ka. Kemi shumë hallet më dhoja si popull. Në çfarë hadithi apo ajeti tregohet që ikindia s'ka synete të rregullta? Të një mendim janë të gjithë dietarë që s'ka synete ikindia, apo ka mendime të ndryshme. Prapa ajo pyetja. Alhamdulillah, kjo tregon që ngjohen pyetjet, alhamdulillah, shëqyr Zot. Në të gjitha medhhebet, synetet e ikindis janë gajru muakkade, jo të forta. Kështu që stresit zero. Kisha një pyetje, deri në sa muaj lejohet aborti spontan, apo nuk lejohet në asnjë formë, sepse kam 3 fëmijë dhe nuk ja dal dot. Me 3 dhe jam me borxhe deri në fyt, me mend kur të bëhem me 4. Po varet se a e beson njeriu Kur'anin apo jo. Nëse e beson Kur'anin nuk e bën këtë pyetje. Nëse ka probleme me besimin në Kur'an, atëherë e bën këtë pyetje. Allahu thot, mos i vrisni fëmijët nga frika e ekonomisë dhe e varfërisë. Unë ju furnizoj juve dhe ata. Ajeti tjetër, unë i furnizoj ata dhe juve. Kështu që ti jetu bë llogaritë e Zotit tani. Ai del Zotit llogaria për fëmijën e 4. Allahu thotë kam marrë unë përsipër këtë pjesë. Përderisa ka marrë Allahu përsipër, pasi ky quhet abort spontan. Ky quhet abort i qëllimshëm, abort kështu i paramenduar, vrasje me dashje quhet në gjykimin islam. S'lejohet në asnjë mënyrë. A ngrihen duart në rekatin e 3 të namazit vitër? Ka 2 opsione ose 2 mendime, 2 opinione. Një mendim që thot ngrihen duart kur bëhet duaja kunutit, dhe kjo është inshallah më e qelluar në 2 mendimet, dhe një mendim tjetër që thotë nuk ngrihen duart, thjesht bëhet duaja.
Përderisa janë dy mendime në medhhebe, është e pranuar. Por inshallah më saktë është që ngrihen tuart. Për shkak të magjisë apo mësyshja apo smundjet e autizmit apo smundjeve mendore, a dënohet personi që mund të bëjë mëkate kur shfaq pakënaqësi ndaj prindërve ose ndaj Allahut? Njeriu që ka smundje mendore ose problematika të tilla varet se sa e ka atë si më thon koshiencën, sa e ka, si ta themi, atë aftësinë e tij për të kuptuar gjërat. Nëse është jashtë mundësisë për të kuptuar gjërat, dhe ai mund të flasë keq për Zotin apo prindit apo dëgjon, nuk ja merr Zoti për llogari, pse se Zoti thotë në Kur'an, nuk e ngarkoj njeriu tej mundësive të tij. Pra nëse dikush jashtë Allah, a mund qëse dikush me të vërtet mund të ketë probleme dhe lodhje mendore, ku dëgjon, mirë po është koshient. E din shumë mirë që kjo është e keqe dhe kjo është e mirë. Kjo fjalë bën më u thon ose kjo fjalë nuk bën më u thon. Atëherë nëse njeriu ka koshiencë dhe ka vetdije dhe ka, le të themi, aftësi për të kapur dhe dalluar gjërat, ngarkohet me gjuna. E nëse është jashtë, atëherë nuk ngarkohet me gjuna, se Zoti se ngarkon. Kur një i ri për shkak se ndonjë vajzë që e don nuk e realizohet dëshira për të lidhur me të, ndryshon sjellje dhe ndaj Zotit dhe ndaj prindit dhe ndaj familjes dhe bëhet agresiv. A bën mëkat ky në këtë rast? Padyshim. Një nga 6 pikat e besimit, cila është wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala, të besosh në caktimin e Zotit, se çdo e mirë dhe e keqe është e shkruajtur prej Zotit. Ka thënë pejgamberi sa se është për të habit me besimtarin, kur i shkon punët mbar e mirë, ai falenderon dhe është mirë për të. Kur nuk shkon punët mbar dhe mirë, ai duron dhe është mirë për të. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Edhe nuk është kjo vetëm se për besimtarin e vërtet. Pra besimtari i vërtet i bën sebebit dhe bën gjithë, nuk ndodhi. Ka sa dush më vëlla, alhamdulillah. Subo, për çfarë problemi ka? Jeta vazhdon. Sa raste ka për të pru ty Zoti i Madh, me zgjedhje, me pa, me seleksionu. Çoje stresin ngrirje, futë ke minusi dhe jeta vazhdon. Përse duhet njeriu të kthehet në agresiv? Pse çfarë ka mami dhe babi, pse subo ai muhabeti? Pse duhet shfryj njeriu? Po çfarë të bëjë? Të falë namaznate, nuk u bë muhabeti, 2 orë namaznate, natë për natë. Ta mundi stresin me namaznate, ta mundi stresin me lexim Kur'anit, ta mundi stresin me dhikr, ta mundi stresin duke bë vrap, rreth për qark glichenit, 3 herë në ditë, 15 kilometra. E arra stresi, ikën stresin ndajt. I Zoti më. Si cillimi ne me të. Merrni çojeni një qabe inshallah, i vin mend atje. Kthjellohet. Ose çojeni në një ekskursion, çojeni në një vend, të vin mend. Me këshillu, të fali namaz. Të ipi këtë videon që po bëjmë bashkë. Thuaj ka thonë hoxha vetë po s'merrem dorë. A mundi kthehet ky njeri në të ardhmen normalitetit? Inshallah po më, se do të ketë edhe 3, 4, 5, 6, 7, 8 dështime tjera, edhe pastaj do të kuptoj që jeta kështu është, ulje ngritje. A mund të japim sadaka me niyet të shërimi? Po, pejgamberi sallallahu ka thënë dawu mardakum bis sadaka. Kurojini të sëmurët tuaj duke dhënë sadaka. Hadithi është i saktë. Normalisht që sadaka e ndikon. Nëse japim lek për sadaka apo për çdo niyet në xhami ose për jetim ose për institute fetare dhe personi që i merr nuk i jep, pra nuk i dorëzon. Në këtë rast a shkon shpërblimi neve sipas niyetit? Po.
nëse ti ja jep dikujt, e autorizon atë për t'i çu këto lekë xhamia, për t'i çu këto lekë etimi, për t'i çu këto lekë etj. Dhe personi neglizhon, normalisht është barr në qafën e tij ditën e Kiametit, ndërsa ju me Zotin jeni në rregull. Nëse kemi libra shumë të vjetra që flasin për Islamin ose Kur'an të vjetër, si duhet veprojmë me to? A mund t'i dorëzojmë të ndonjë xhami? Po, mund t'i dorëzojmë në xhami dhe ata e shohin, i mbajnë ose i trajtojnë siç trajtohen librat e vjetër, me kuptimin që nëse janë pa lexueshëm, e nëse janë të vjetër faktikisht duhen ruajtur. Këshilla ime për ata që kanë libra të vjetër, fëmijët e hoxhallarëve të vjetër për shembull, ose niprit e hoxhallarëve të vjetër, ose njerëzit që kanë pas ushtruar fen dhe besimin e ka pas në çep librat e vjetër, është mirë që këto libra mos më i humb, e mos më i djeg. Pse? Sepse janë trashëgimi që tregojnë origjinalitetin dhe tregojnë vjetërsinë dhe tregojnë, si më thon, që kemi të bëjmë me diçka që është shekullore. Pra nuk është diçka që erdhi masi ra sistemi, po ka qenë diçka 100 vjeçare, 200 vjeçare, 300 vjeçare. Unë kam një Kur'an për shembull 300 vjeçare aty. Elhamdulillah. Kjo tregon se elhamdulillah është gjë e mrekullueshme dhe e mirë. Pra duhen ruajtur këto libra, duhen ruajtur. Edhe pse nuk ka kuptoni gjuhën, sepse ka disa nga këto libra që janë gjuhën osmanlishte të vjetër. Ruajnë, nuk ka problem. Ai s'merras gjë ke rafti aty. Ama është fakt dhe është argument i lashtësisë dhe i hershmërisë. Kam bërë shtëpinë e re, po më thonë që nuk bën më hyn shtëpi të re në nëndor. E pse? Sepse bie bor. Për çfarë lidhje ka më valla? Nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, shtator, tetor, nëntor. Çfarë problemi ka? Çfarë lidhje ka? S'ka lidhje. Në lagjin ku jeton mami im në qytetin e Vlorës, një komshi kanë ngordhur qentë dhe macet. Dhe ai do të detyrojë gjithë lagjin të bëjnë be me dorë mbi Kur'an. I kanë ngordhur qentë dhe macet, do të fusi lagjen në be. Kjo futja në be është, okay, po unë nuk e di për qentë dhe për macet, a futet lagja në be për qentë dhe për macet, nuk e di këtë pjesë. Ti fusësh njerëzit në be për qentë dhe për macet, mua nuk më duket normale kjo punë. Desha t'ju pyes, kur prindrit na hynë në hak në një pronë, do më thonë, kur e ndajnë pronën e ndajnë me hile, plus prona u ikën pa parë, ja shesin dhe përsëri mbështeten tek unë dhe kërkojnë që të më komandojnë. Ndërkohë që unë jam i martuar dhe me bashkëshortën e fëmijët e mi. Personin fjalë Brazeri që e mori dhe ja shiti, i ka lënë prindrit pa shtëpi. Desha të pyes, a kam të drejt ato që mua po më hynë në hak? Hajër inshallah, nuk ka problem. Merri prindrit vëlla, merri prindrit, s'ka problem. Hajër inshallah. Nuk ka problem. I ka mashtru ai vllai tjetër, ka ndërën viktim e fjalëve të tij, kjo nuk do të thotë pse të kanë qitë ty pa gjë, ti lesh pa shtëpi apo mos ti marrësh në shtëpi. Fëmia nuk lahet kurrë me prindin, nuk lahet fëmia me prindin kurrë, edhe pse s'kan dhënë gjë, edhe pse kur e kanë ndarë, nuk ka problem. Hajër inshallah. Ka Zot lart që nuk do ta humbi Zoti kurrë. Nëse kemi ujë të kënduar, aprishet ai nëse e mbajnë për një kohë gjatë, jo, s'ka lidhje. Uji kënduar si gjithë ujërat e tjerë, me kushtet, le të themi, që sa jeton një ujë, jeton dhe ai ujë, pra nuk është se ka diçka, domethënë që prishet më shpejt apo prishet më vonë. S'ka lidhje, varet nga kushtet, varet nga vendi ku ruhet etj. etj. Or, na trego si bëhen lutje për në xhenet dhe kjo lutja bëhet vetëm në mjes apo në darkë? Jo më për në xhenet lutu sa herë të mosh frym, nuk ka problem. Vjen njëri prej sahabeve dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot, o pejgamberi i Zotit, i thot, unë nuk di të lutem kështu, siç lutesh ti dhe Muadhi. Do i bini gjatë e bukur e kështu.
I tha pejgamberi sa po si lutesh ti? Tha unë të mo Allah më jep xhenetin, e më ruaj për xhenemit. Tha pejgamberi sa wa nahnu hawlaha nudendin. Pa ne tha aty sillemi tha. Ndoshta i bimi çik gjatë e bukur, po në fund fare themi o Zot xhenetin, o Zot na ruaj për xhenemit. Kështu që stresi në ngrirje ose zero. Përse thuhet që Zoti e krijoi njeriun si krijesën më të bukur përderisa njeriu vret dhe bën zullum dhe padrejtësi dhe shkatron racën e vet njerëzore. Ka xhenem, prandaj ka xhenem. Ai që tha krijoi njeriu në formën më të bukur tha, çfarë tha më një herë mbas saj? Thumma radadnahu asfala safilin. Tha krijova njeriu në formën më të bukur, pastaj ai ra në shkallën më të ulët. Ma nuk është faji i Zotit kjo e dyta, është faji i robit, faji i njeriu. Se ka fajin Zotit, ka faji i njeriu. Zoti e ka bërë veten shumë mirë. Dhe njeriu si njeriu që e ul veten e tij, siç ka thënë Allahu në Kur'an, inhum kal an'ami bal hum adall. Si kafshët, madje më keq se sa kafshët. Pa shkon njeriu me paullësitë e tij deri në shkallën e kafshëve, vallai nganjëherë kafshët është për t'i puthur mball, krahasim me atë që bëjnë disa njerëz, pasha Zotin që s'ka Zot tjetër veç tij. Kështu që nuk është faji i Zotit ky mohabet. A lejohet që burri të merret me njëri ta paguaj e ky të fus fitnë në shtëpi pa arsye dhe për gjëra kot me imësi? Sepse është një person i cili vazhdimisht flet keq burrit për gratë në përgjithësi. Tani këtë ne nuk e zgjidhim dot, domethënë, sepse merr burrin punë këtë njeriu, i cili flit ka keq për ju, po e rëndësishme është çfarë më bë tani? Nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e zgjidhim dot këtë lloj situate. Pra, burri thot ka punësuar një person i cili flet keq për familjen, thot gratë rrin kote, gratë janë kote, ku dëgjon etj etj. Inshallah, sabër. Bëj sabër se do bëhet mirë. A duhet prap me vuni qah se kam bërë fjalë me burrin, edhe nga nervoza i kam thënë nuk je më burri jem. Asnjë qah nuk kam më me ty. Mirë, po tash jam pendu se ditën që i kam thënë këto fjalë kam qenë shumë e mërzitshme. Mos e vrit mendin fare, hiç. Pse ke thonë ti si e më burrim, si jemi më në një qah, apo mos e vrit mendin, s'ka asnjë lloj peshe. Fjala jote nuk ka asnjë lloj peshe, stresi zero ose stresi në ngrirje. Kështu që jeni në rregull, jeni akoma burrë gru, nuk është prish asnjë gjë, jeni okay. A ka të drejt baba i burrit të na thot mos dil këtu, mos dil aty, nuk më le me dal, bëhet me nerva shumë kur na sheh që ne ndonjëherë dalim. Dhe lekët i mban ai se thot unë jam i Zoti i shtëpisë. Ndërkohë që ne jemi çift i ri dhe kemi dëshirë me dal. Ky quhet Dejjal bab. Ky baba ka emrin Dejjal. Babai Dejjal. Ky që hyn punë të nusës, a duhet dali çifti apo s'duhet dali me pi kafe apo me hik apo kështu. Ky quhet babai Dejjal. Thuaj kështu ka thonë hoxha. Ti je babai Dejjal. Ja i Dejjal i madh fare, po Dejjal i vogël, nga këto Dejjalët që kalon komunizmi mrapa, kalon komunizmi çat Dejjal kështu. Mrapa, ti je Dejjal, thuaj ka thonë hoxha. Çdo vjerr dhe vjerr që hyn në punë të çiftit, duhet dalin, duhet hyn, duhet vinë, duhet shkojnë, kur dalin, kur të hyn, këto janë Dejjal të vegjël. Ai modhi fare, ka pjell këto dvejgjlit. Komunizmi kalon kështu, mostrash që hynë punë të çiftit. Le vlla çiftin qef vet tikin, dalin, të hynë, të shkojnë, të vinë, të shijojnë jetën halal. O të falë Zotit. O të zoftë Allah, o të zoftë Zot. E rëndësishme mos e pyesni fare, plasja një shpirtin. Hiç mos e pyesni, dilni, hyni, shkoni.
derisa o t'i vinë mend o t'i dalin krejt. Mase kemi në i vjerë këtu që pa në në gjam miliatri. Okej. Ka vdek motra në vitin 2021 prej koronës. Ka qenë 70 vjeçare, ama vori hala nuk i ka ra dheu. S'ka lidhje fare. Sa duket është tokë e mirë, tokë e mbajtur, nuk ka lidhje fare. Nuk ekziston fen tonë që duhet biri dheu mas i viti, që s'ka se ekziston. Kështu që Zoti më shëroft motrën dhe pas pranua Allahu dëshmore. Nona jem është plak. Urdhëro? Urdhëro? Kadri, ma e vetën. Atëherë, nëna ime 70 disa vjeç dhe kur falet, i haron e katët, më vonë i mteket, thot a i fala 4 apo jo. Pyet e hoxhën, thot a është keq. Nona, a kena bo këtë pyetje. Okej. Atëherë nona në këtë rast, me që pas i më bojë dhe javë në kaluar, se pas kem shikë dhe unë, lejo që t'i bojnë një palë të spi nonës për çdo namaz si pas numrit të rekateve. Për shembull, për drek, për ikindi, për jaci i bojnë një palë të spi, 4 kokra. Edhe nona sa herë ta fali një, ta drejgji të spi. Ose t'lej gur aty, sa herë të bëj sejdën, t'luj gurët. Që mos t'i harroj, nuk ka problem, në këtë rast lejohet. Kam parë në ëndër se kur kisha lindur një vajzë dhe një person që thot duhet t'i çosh këtë emër. Mirë po bashkëshorti im do t'i vej një emër tjetër. Merret për bazë fjala burrit, jo ëndrës. Nëse ndonjë ëndër ju thot veja kështu emrin, po të pëlqeu, merr në konsiderat, po të pëlqeu, shif çfarë do zemra jote. A funksionon kjo gjëja kështu? Ka ndru jetë një person dhe shoqja dhe fëmia, para se të varrosit, dojnë t'ia kërkojnë hallallikun të vdekurit. Por një vajzë e tij është shtatzënë dhe thonë që kjo shtatzënë nuk afron t'i guxohet babait me kërku hallallik. Shif tani, çfarë është pyetja? Ka vdekur robi? Po, Allahu mëshiroft, qofti i xhenetit. Amin. E kanë lënë aty në mes shtëpisë, po. Vinë antarët e familjes dhe njerëzit e fisit dhe i kërkojnë hallallikun. Ba i ka vdek. Kupton ti çfarë janë këto apo jo? S'ka prokurori që i merr përsipër valla, për Zotin. Hallalliku kërkohet kur është gjallë, thotë kom bo halal, s'kom bo halal, po vdiq, e ke hangër ti, që ose i ke hyrë në hak. Si u kërko ka halalli mas vdekjes? Edhe bidati tjetër thotë, po qesh ta të zën, nuk bën me ardhmë kërku hallallikun. Shtatzën, pa shtatzën, me shtatzën, s'ka lidhje fare ky muhabet. Nuk kërkohet hallallik nga i vdekuri, mas vdekjes, o shqipe me flamur. Nuk kërkohet hallallik nga i vdekuri mas i ka vdek. Kërkohet hallalliku nga i gjalli sa është gjallë, po vdiq e hangre, që ose i ke hyrë në hak. Është bërë një bujë e madhe thot për sa i përket dëshmisë nëse dikush futet në Islam. A duhet thënë en la ilaha illallah apo el la ilaha, kemi trajtuar këtë mesele. O njerëz, pash Zotin, lejeni njerëzit futen në Islam. E tha eshhedu el la ilaha illallah, e tha eshhedu en la ilaha illallah. Amanër burrit e ut. Lejeni me vëllai njerëzit futen në Islam. Ai tjetër është fut në Islam duke thonë eshhedu en la ilaha illallah. Tani është fut apo nuk është fut? Jo, sepse se ka bë me tejvid, të shplaft, e mira të shplaft të Zotit më. Kurse ai tjetri thotë, jo, thotë nuk duhet thon en la, po duhet thotë el la. Ai tjetri thotë, jo, el la, se nuk është Kur'an. Vetëm Kur'ani lexohet el la, futet nuni ke.
Amon më ju falë Zoti, ju falë, o Zoti madh, ju falë Allahu. Ju falë Allahu se jeni shtu shumë. Elhamdulillah. Po, hape telefonin, avash. Pa stres, s'ka problem fare. Elhamdulillah. Okej. Babaj më ka ndruar jetë prej kohësh dhe kam nënën, por kam filluar të kem debate me nusën pas ajo më thotë që je shumë i dhënë pas familjes tënde dhe kërkon që të dalim vete, që të kemi më shumë privatësi. Thoj nusës, ka thonë hoxha, një kështu kanë, ose si thonë emër tjetër që ka kanë, emër tjetër? Broke, me lall, 3 gishta krip, edhe, ka thonë hoxha, nusja ta pi këtë 3 herë në ditë. Kur të maroj, pra një ditë e bon me dhall, ditën tjetër me hir. Edhe kështu e bon ja 3 javë, edhe do të stjellohet nusja, do të thotë nuk ka si vjerët e vjera, do t'i puthi komën dhe durët. O Zot na fal, o Allah, që na ka gjetë me këto njerëz. Burri nuk financon ekonomikisht. Për fëmijët paguajnë 50-50, por ai ende pret që unë të kujdesem edhe për nënën e tij dhe rrin në shtëpi me të gjatë pushimeve. Unë paguaj vetë biletën time të avionit dhe për këtë arsye duhet të vizitoj familjen time, por ai më thotë se është burr dhe mund edhe të më ndaloj dhe të mbyllë në shtëpi. A mundet që një burr që nuk plotson të kërkesat elementare si bashkëshort të mbajë të mbyllur për kujdes për nënën e tij? Jo. Ky burr të kishte gjykat sheriati, unë të isha gjykatës, e kisha rras në burg, pasha Allahun që s'ka zot tjetër veç ti. Pasha Zot, kisha gjën dorë, të isha gjykatës, se unë kam marru sheriat. Pasha Zotin, këtë far burri e kisha arrestu, pa u çu nga salla gjyqit. E kisha çuja 6 muaj në burg, atje, që kur dalin nga burgu të kuptoj që është gruaja, që është fëmia, që është respekti. Edhe s'përgjigjet, edhe bën si cub, si garib. S'ke përshku, thot, ke shtëpia jote, ti ke familja jote. Kush jeti, more? Kush jeti? Pronari, e ke blen në pazar. Njerëz negativ. Kam një pyetje, nëse çdo gjë është e shkruar nga Allahu, sidomos vdekja, atëherë kur dikush bën vetvrasje, pse konsiderohet mëkat dhe dënohet kur kjo ka qenë pra e shkruar nga Allahu? Po mirë, pse shkojnë njerëz në xhenem kur e ka shkruar Zoti? Çfarë kuptimi ka xheneti kur njerëzit e ka shkruar Zoti? Allahu nuk i trajton njerëzit për atë që ka shkruar dhe ditur ai. Allahu i trajton njerëzit për atë që bëjnë njerëzit. Për këtë arsye na ka prunë në këtë botë. Se mundet Zoti mos na sillte fare në këtë botë, Ahmet Kalaja, po. Ti po të vish në dynja ke pas për të 1 2 3 4 5 këtu. Filoni ti po të vish në dynja ke pas për po kështu këtu. Jo më Zotni. Allahu na trajton neve në bazë të asaj që ne veprojmë, jo në bazë të asaj që Zoti ka ditë dhe ka shkruar për ne. Dhe njeriu është lënë i lirë me zgjedh mes mirës dhe të keqes, mes devotshmërisë dhe shturjes, mes adhurimit dhe mos adhurimit, mes bindjes dhe mes mos bindjes. Thuajo të vërtetën që erdhi nga Zoti yt. Kush të doj të besoj dhe kush të doj të mohoj. Njeriu t'i sqaruam të dyja rrugët. Kush doj të mori rrugën e vështirë dhe kush dojtë mori të pjetën. Ata të cilët besuan, u treguan devotshëm dhe dhanë nga të mijat e Zotit, do t'u lehtësojmë rrugën për në xhenet. Ata të cilët nuk besuan dhe u bën të shturur dhe nuk dhanë nga të mijat e Zotit, do t'u lehtësojmë rrugën për në xhenem. Kështu që ai që bën vetvrasje, e bën vetvrasjen dhe do të japë llogari për vetvrasjen sepse ai është i vetëdijshëm që kjo nuk lejohet. Sa i thon, mirë më vëlla, po pse sheriati dënon hajdutin?
Ndërkohë që Zoti e ka shkruar, po të hapësh këtë derë ti o shok, ose o i shoqe, i bie që të dali jashtë loje, libri, profeti, dita e Kiametit, xhenetit dhe xhenemit. Se tha o prisi besimtarëve, pse po ma pret dorën, tha. Po tha se ke vjedh. Po tha e ka shkruajt Zoti, po edhe me ta pretha Zoti ka shkruajt. A kam të drejtë unë me gruan tem, po jo teme ose time, po me gruan tem, me dalë me shëtit në përpushime, me dalë me pi kafe me hongër drek e dark, se e pash në Instagram një hozh të thonë gratë duhet me nejtë vetëm mrena në shtëpi, as në xhami s'është mirë me dalë. Ky hozha duhet arrestu. Na jep një emrin mbi emrin, t'ja çojmë emrin në prokurori, ta arrestojmë. Pra ne nuk duhet ngjuh çdo njeri që të del, sa ti thuaj hoxh, pa i mund të ketë pas mjekër, mund të ketë qenë bryl. Mund të ketë qenë ti bryli. Thjesht ka pas mjekër Allahu pejgamberi aty. S'ka lidhje me Islamin. Ose mund të ketë qenë një që sa ka dalë nga shkolla i shkretën, hala s'ka arrit ke libri i fundit. Në flet në këtë gjuhë. Po mirë pejgamberi sa më që bëhet e vrap me gratë e veta për shembull. Ku e bëhet e vrapin? Ke balkoni, ke tarraca, se i shoku lirit që vrapojtë në tarracë. Subhanallah. S'kan lidhje këta njerëz, valla, janë shumë të dëmshëm. Këta janë shumë të dëmshëm për shoqërinë. Këta e dëmtojnë shumë shëndetin social, pasha Allahun. S'do dalë thot burri, po, okay, s'do të rinë vende ku ka haram, s'do ti jep ca orientime valla, po jo s'bën. Si tu s'bën? Me morë grunë dhe kalamojt me shku në dajt për shembull, me dalë në piknik. Ka problem? Fetarisht? Ka ligj shariati që e ndalon? S'ka ligj shariati që e ndalon. Është një lokal pa probleme, është halal, i ka të gjitha të mirat. Ka problem? Po mirë njerëzit të si kanë pas bo dasma për shembull, si kanë pas bo dilshin. Organizoheshin burrat ke gencin kat parë, gratë në kat dytë lart për shembull. Ku është problemi? S'ka kush e arreston valla. Ka ra unë azam deti, më ka hub. A është në sen i keq? Po, se ka qenë me vlerë ndoshta. A kështu keq e mirë për sa i përket besimit supersticioz s'ka lidhje. Pra me këto besime supersticioze s'ka lidhje me fati, ka ik fati, ka ardh fati. S'ka lidhje, domethënë, për punë keq mirë nuk ka lidhje, po mund të jesh dëmtuar se më ke qenë unazë shtrenjtë, po. Kam më shumë se 10 vite martesë dhe shumë dhunë psiqike, fizike për shkak të vjerrive, se më dhunojnë mua dhe fëmijët. Kur ankohesha tek burri, ai ushtronte dhunë gjithashtu, sepse nuk donte që të flitej keq për prindërit e tij. Kur unë raportoja tek ai. Kam tentuar disa herë të ndahem, por ai premtonte se do të ndryshonte dhe situata pastaj kthehej njësoj si në fillim. Pasi u largova e kuptoi dhe thotë se ka ndryshuar, mundohet me më mbush mendjen të kthehem sërish. Dhe familja e tij gjithashtu më kërkuan halallin dhe po më thonë që të bashkohem me djalin e tyre, por unë nuk i besoj. Hallalli u kam bë, por nuk i besoj ndryshimin e tyre. Dhe nuk e shoh më të ardhmen e këtij njeriu. A është ky vendimi im i drejtë? Dhe pasi ata më kanë kërkuar halallin për hir të Allahut më u kthy. Një herë e ke bërë shumë mirë, ke hik vonë. Qysh herën e parë që do ushtronte mbi ty dhunë, ti duhet kishe hik, ose të jepshe paralajmërimin, nëse e përsërishin për herë dytë, herë tretë, duhet ta kishe hik për asaj shtëpie. Po ti ke duru shumë, Zoti shpërbleft, dhe tani ke hik. Tani thotë që ai e ka përsërit këtë punë, pra ka thonë jam penduar dhe është kthy prap. Unë për vete nuk ua kam besën kësaj race, kësaj kategorie. Nuk e kam besën. Ndoshta me të vërtet janë pendu, janë kthjellu, se u ka i gruaja me fëmijë nga shtëpia. Ndoshta. Kështu që vejoa me kusht. Unë kthehem, po me kusht. Në momentin më të parë
Jo ushtrim dhune më, po dhat sinjale që jeni duke shku drejt një herë për gjithmonë. Dhe këtë bëje me noterizim. Edhe kundrejt ndoshta edhe në pagese, që nëse kjo gjë përsëritet, ne do të pagujmë 100.000 euro. Veu gjob. Vallahi bilaj veu gjob. Ose vrit menjen, ka thonë hoxha thuj. Nëse janë sinqert e pranojnë. Nëse nuk janë sinqert, fillojnë bëjnë ciu. Po fillon me bot ciu, rre aty ku je, pse të stresohesh ti? Pse të vujsh ti, le të vujnë ata? Që u bon sebeb. Gratë me hijaba e kanë ndaluar të shohin burrat në sy, si me hijab, si pa hijab, s'kam se të shohin burrat në sy. Pse du të shohin në sy? Po me sa duket kjo i paska ngel hatri me nanjonën, i paska pa burrin nanjonën dhe kjo pa në kohë të kundë. Që të bëjnë shkret? Allahu ja le të softë. Kështu që me i pa burrat e hujnë sy është haram, si pa të hijab, si s'pa të hijab. Se kur thuti gratë me hijaba e kanë të ndaluar të shohin burrat në sy, unë do të thoja çfarë? E kanë haram. Atëherë nën kuptohet pa hijab, lejohet. Me hijab, pa hijab, burrin e huaj nuk bën më pa në sy. Përveç se nëse je doktoresh sysh. Si quhet? Okuliste. Nëse është okuliste, do ta shohë burrin se ku çati kontrolloj vesht, do me pa sa ka problemin në sy, është mohabet tjetër. Për ndryshe, zbon. A mund të shfaqet i vdekuri si hije në për shtëpi? S'nuk. Nuk ndodh kur. I vdekmi është atje, lart ose atje poshtë. Nuk vjet dot më me kontrollu me pak nej gjë. Jam shtatzën dhe në një test që bëhet për të parë nëse fëmia ka probleme me autizmin ose me Downin, por nuk do ta bëj këtë analizë se kam ndjesë kur Zoti do të më marrë natë nëse e bëj këtë testin. Po çfarë lidhje ka testi me hidhërimin e Zotit? Boje testin, shife punën, që mrena 4 muajshit kesh mundësi ta abortosh. Allahu nuk e ngarkon njën te mundësive të veta, përderisa elhamdulillah ka rrit shkencërisht të kapen këto lloj problematikash, siç është talasemia, siç është Downi etj, lejohet, nuk ka problem fetarisht, s'ka lidhje me hidhrimin e Allahut. Dohet të dija është mëkat nëse fus lek në bank duke pasur interes, domethënë për 5 vite, dohet të dija a kam mëkat, po ke mëkat, po. Pa tjetër që po. Ke shpall luftë Zotit. Ke shpall luftë Allahut. Futja lekëve në bank me interes, ke shpall luftë Zotit. Po si t'ja bëjmë shumë se ne rrogën punën, bëja llogari rrjedhse. Paguaj ti bankës, jo të paguaj ti banka. Kam punu para 3 vitesh me kontratë. Tash sem të punu ma. Motra që e ka marrë qatë kontratë dhe ka hyrë kredi me to në emër temin. Dhe më thonë, shif që ka në, gjoje. Kam punu para 3 vjetësh kontratë, tash nuk po punoj më. Motra ma ka marrë atë kontratë dhe ka hy me kredi me emrin tem. Bravo i qoftë motrës. Ta paska neru motra. Motrat paska neru. Me kontratën ta dhe ka morë kamat. Emri jotë atje, ti ke për... Atje, ku vjen hekra, ti ke për të shku pastaj. Ose do të morin shpinë, ose do të morin makinën. Motra që e ka pik, motra që e ka njish, motra që e ka njishi. Kështë që mos i thuj më motra, po thuj njishi. Ku jo njishi, ka thonë hoxha, ku jo njish. Ta pas ka bo gropën. Jam e smur me temperaturë që 13 ditë në spital dhe shumë e lodhur. A mund të bashkoj namazet? Po. Në këtë rast, po. S'ka si problem. Bashkohet dreka me ikindin, akshami me yacin. Allahu të shëroftë dhe të pastroftë. Unë dhe e dashura ime duam të bëjmë nikah. Mashallah, e keni çu vonë. Mirë po duam ta bëjmë përpara fejesës dhe martesës tradicionale shqiptare. Ora vetëm bojeni, nuk ka problem.
vetëm bojnë nikahun ju. Donim të pyesnim për më shumë info se si funksionon nikahu. Kollaj fare, ti je ti prezent, nusja prezent, baba nusës prezent, kush të do ushti prej të tjerëve dhe 2 dëshmitar i çajakore, Bismillahirrahmanirrahim, 15 minuta jeni në rregull halal, pastaj bone fejesa, e kafe, nishon e dasëm, jeni në rregull, pak të jeni në halal, derisa të shkoni ka ato punë të mëdha shumë, jeni në halal, gjatë disa kohë jeni në halal. Mos harroni edhe llokumet, se ju pret xhakadriu këtu ke xhamia. Bashortja ka pas një hajmali për vajzën kundër mësyshit kur ka lindur. Merr këtë hajmalin, hape me Bismillahirrahmanirrahim, futën ujë të këndum, leja aty sa t'i prishësh shkronjat, pastaj derdhe ujin ku dushti, s'ka problem, dhe futi djeg me hajmalisë dhe janë rregull. Mirëmbrëma hoxh, mirëmbrëma zotnia jote. Me të pyet thot në trup kam disa copëza hekuri për shkak të aksidentit, një shok që mbahet për dietar. Pra qysh kur thoti një shok që mbahet për dietar, e ke dhënë përgjigjen vetes. Se kjo është dietar, s'është. Në momentin që mbahet, duhet arrestu, duhet çuka ata që përmenda unë pak më përpara. Më ka thonë që është haram me majt hekur. Ej zoti mot, ky shoku që mbahet për dietar vëlla, ky dashka arrestu. Po ja i hoqëm hekurin këtij nga trupin edhe ju thyn kockat këtij për shembull. Kush e marr përgjegjësinë? Alhamdulillah. Në namaz hoxha lexoi një ajet ku ishte Resulu dhe unë thash alayhi selam. Mos e përsërit herë tjetër. Pse disa njerëz ju vonohet fejesa në përgjithësi me çka kam parë unë, e kanë problemin këtu. Jo po kështu, jo po ashtu, është kënej apo është anej. Jo po ka këtë apo s'ka atë, jo po u përshtatëm, u përputëm, su përpuqëm, u puqën telat, në përgjithësi, çka kam pa unë flas, ndoshta jam gabim. 1. E dyta, janë terezi vëlla. Jo duket sikur martesa, pse mi halleve. Shkon çuni, hap frigoriferi plot. Me hëngër me pi bamami, i ka tu gjitha. Shkon goca, mashallah, 28, 29 vjeç. Hap frigoriferin plot, mashallah, punë të bamami gjitha. Budallaqja është e më martu. Ja po burri, ja po hyne, ja po dole, ja po hajde, ja po hik. Kështu los shejtani. Nuk ka mirësi më të madhe dhe bekim më të madh për njeriu se sa martesa. Nuk ka bekim dhe mirësi më të madhe për njeriu se sa më u bë me fëmijë. Lumturia e kësaj bote, lulja e kësaj bote, bekimi i kësaj bote është me pas fëmijë. Pastaj jeta pse është e bukur, sepse duhet që njeriu të futet me të sprovat që ka jeta mrena. Ç'është kjo smunje, smunja e shekullit, smunja e rehatis, smunja e po ka çfarë kemë valla, nuk thot asgjë. Po çfarë kemi motër, pse ndoshta mund të ketë shembuj të këqij që ka gjuna shembull të keq që thot është kudo e zez, po kjo nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet, vallahi bilaj nuk është e vërtet. Për Zotin. Nuk është e vërtet. Ata që akoma nuk janë martuar kanë humbur gjën më të shishme që ka jeta e kësaj bote. Pasha Allahun. Na bëjnë halal beqarët dhe beqarët, pa ata që nuk janë martu, e që nuk janë feju, e që nuk kanë bën nikah deri sot dhe kanë ardhur në moshë, pasha Allahun kanë humbur gjën më të shishme që ka jeta e kësaj bote. Për sa i përket kënaqësive dhe mirësive, kështu le të themi fiziologjike dhe fizike. Kështu që zini mend
edhe mos boni shumë naze, se i thash dikujt i herë, thash sa vjeç je? Tha jam 30 e sa vjeç. Thash te ja kupton që mosha jote fiziologjike është edhe 5 vjet, 8 vjet, pastaj do të më çu për pjesë ndrimi. Te kur mund bëj një vajzë për grua fëmijë. Le të themi 42, 43. Çfarë pret valla? Unë nuk e kuptoj për Zotin e madh. Ose kemi dalë ne jashtë mode, e që janë këto më të zgjut, ose jemi në rregull. Zoti thot martohuni, pejgamberi sa thot martohuni. Zoti thot martesa është mrekullia ime, shenja ime në tokë. Pejgamberi sa thot martohuni, shtohuni, se unë do të jem krenar me ju ditën e Kiametit. Shkojnë këto thonë jo, asnjë argumenti nuk japin, pasha Allahun. Thjesht tallet shejtani me ta. Thjesht tallet shejtani me ta. Prandaj thirri menjes o rrot, ka pas tonë ai vjetri fare, edhe e ka pas mirë vallaj. Gjithë ata që janë beqar dhe beqare, i kanë kushtet, i kanë mundësit dhe nxjerrin arsye koti, futen tek fjala e vjetrit, thirri menjes o rrot. Kështu që jeni gjithë rrota, e thirrin i menjes se vallaj po ju ikën rrota e jetës, e po ju ikën rrota e jetës, gjoje këtë. Me qëra muhabeti, mos e fik. Ma ka çu serveti. Gjoje qik te. Vallaj, shumë e fort. Gjoje. Ja taj vetë, pak. Pret, edhe je. Gjoje. Prit, opa. Gjoje, vallahi sa e sinqert. Dhe sa mirë ka fol, gjoje. Ja taj vetë, pak, se kur pas t'i shijet rëndë, se u ka për që kërkush. Ama edhe kur të vjetë shumë. S'ka shumë. Pas qeni rëndë shumë. Kom mendu se rinia do të jetë për hershme gjithmonë, apo rrafsh me abo vetit. More vesht. Kam pas shije të rëndë, s'pëlqejt e kurkush. Kam menu se rinia do të jetë përhershme dhe ja kam bos vetes rrafsh. Në rregull? Ky është mësim nga jeta. Pasha Zotin e madh, e thash edhe e them, shumicën e rasteve janë arsye të parsyetuara mos martesat në rini. Dikush për shumë si ka kushtet të vëllai, nuk ka problem burr, Allahu le të soft. Amo edhe ky që si ka kushtet kërkoj, se mund të jetë dikush që s'ka problem kushtet. Edhe të puq Zoti me dikë që s'ka probleme me kushtet. Kërko, derisa të vijë momenti, nuk dihet ç'a sill Zoti. Po jo me mbyll derën fare se janë kushtet. Shqip. Kështu që ta dini për Zotin e madh se nuk ka bekim më të madh në jetën e kësaj bote sa martesa dhe me pas fëmijë në përkom, zhurma fëmijëve, zënkat e tyre, rrëmujat e tyre kur thyn pjata, kur bëjnë murin pis, e kur karavisin divanet, e kur djegin në gjo e bëhet nomi. Nuk ka mrekulli më të madhe për Zotin e madh. Nuk ka bekim më të madh, nuk ka kënaqësi më të madhe, vallahi bilaj. Kur e bëjnë çiçin në përdhame, kur i derdhin gjithë ato shampot e derdhin, i morin ato krave, i derdhin gjitha e piktorin. Kënaqë shpirtin për Zotin. Ky është xheneti i kësaj bote, vallahi bilaj, ky është xheneti i kësaj bote. Pasha Allahun. Nëse ka xhenet kjo botë, janë fëmijët. Ç'është kjo dëshirë dhe ç'është ky trend? Nëse më martu, e kam kushte unë ta. Ishte i rast për shembull 40 vjeç. Rast, më ka ndodhur mua valla. Po, Allah ta shpërblet, por e ke parasysh, 1, mos tjetë knej apo anej, po tjetë knej. 2, tjetë kështu 40 vjeç valla. 40 vjeç, hala me kushte. O Allah, martoj beqartë dhe beqaret, ja Rabbel Alemin. Amin.